Të besosh se Spaku nuk do bëj hetim politik, do të thot të talësh me veten tënde. Se si të shihni, Spaku bën hetime politike. Spaku është një repart i Partisë Socialiste kundër opozicës. Ka pret me aty që guxon Spaku të gozhdoje Edi Ramën për aktin më të dhunshëm në histori. Jo, po s'pa është janë Urdhë? Ashtu, Urdhë? Në televizor shohim Ku? që protestat të dhunshme bëhen gjithandej. Kjo nuk e justifikon vrasjen. Pavarësisht faktit që në fakt për vrasjet, në fakt për vrasjet duhet të ketë hetimin. Thash edhe një herë, po që kur përdorin dhunën, ka dhe plagosje, ka dhe vrasje, kjo është e pamohueshme. S'mund ta thush, s'mund të thush jo. Jo s'mund ta mohosh atë. Dhe ata që organizojnë këto, ose ata që shkelin ligjet bëhen përgjegjës. Po ka shtitë zyrtare zoti Berisha në ngjarje. Ju gjatë kësaj seance dylorëshe kishte folur kundër jush. Kush? Nga sa kuptuat ju gjatë kësaj seance dylorëshe. Kush mund të flas kundër meje? Përveç Edi Ramës, njëri tjetër kundër meje nuk mund të flas. Edi Rama? Urdhë? Jo, më çfarë pyet? Mos va pyet po. Ditën e ngjarjes, zyrtar të lartë të Gardës së Republikës dhe ish drejtuesi i Gardës së Republikës dhe ish ministri i Brendshëm gjatë dinamikës së ngjarjes, a kanë marrë mendimin tuaj nëse duhet hapin zjarr apo jo? Kur? Faleminderit. S'mund të ketë